1/3 vijës bregdetare të Shqipërisë po rrezikohet nga erozioni. Ekspertët paralajmërojnë se deti po përparon me shpejtësi, veçanërisht në zonën veriore ku çdo vit po zhduken mesatarisht 2 deri në 3 metra tokë. Ky fenomen i njohur prej vitesh po prek pothuajse gjithë bregun e Adriatikut, duke nisur nga delta e Bunës, e cila po pson ndryshime të dukshme në konfigurimin e saj bregdetar. Duke filluar që në pjesën veriore tek delta e Bunës, që ka një dinamikë jashtëzakonisht shumë të madhe, dhe këtë mund ta dallojmë krejt mirë nga hartat më të vjetra topografike, duke vazhduar me imazhet e sotme satelitore, ku kemi zhdukjen përpara disa vitesh të ishullit të Franz Josefit. Përveç ndikimit të ndryshimeve klimatike, faktorë të tjerë që kontribojnë në këtë fenomen janë aktiviteti njerëzor, shkatrimi i mbulesës bimore dhe shfrytëzimi pa kontrolluar i lumejve. Pungesa e sedimenteve, ndërhyrja pa kritër që është bërë në pellgjet e lumejve, edhe prerja e bimësisë, sidomos e pishave bregdetare, dëmtimi i tyre nuk bën gjë tjetër vetëm të shtohet gjithnjë më tepër ky fenomen. Ekspertët paralajmërojnë për ndërhyrje të menjëhershme për ndortimin e pritave, si një masë emergjente për të frenuar avancimin e detit dhe për të mbrojtur tokën nga zhdukja e mëtejshme.